të gjykuar një personazh. Enver Hoxha, roli i tij në formimin e Partisë Komuniste mbetet gjithmonë enigmë. Pse kërkoi jugoslavët? Ai kërkoi ky jugoslavët apo jo rekomanduan të tjerët? Pse s'kërkoi grekët? Pse s'kërkoi italianët? Cili ishte roli i tij dhe roli i të huajve në formimin e Partisë Komuniste? Atëherë po filloj nga kjo fragmenti i fundit i pyetjes. Harohet shpesh, thuhet që është Partia Komuniste është krijuar nga Partia Komuniste Jugoslave, kjo s'është fare e vërtetë se Partia Komuniste para ekzistonte prej kohështu, nga vitet 20 të shekullit. Ishin grupe komuniste, të cilat nuk kishin asnjë lidhje me, po themi, me lëvizjen komuniste jugoslave, të cilët kishin arritur në një pikë që pikërisht në një moment fatal edhe kritik siç që lufta e dytë botërore, kishte lindur nevoja që të bashkoheshin këto grupet komuniste për të krijuar Partinë Komuniste Shqiptare. Ishin grupe me personalitetin e vet, me personalitetet e veta, kishin dhe kontradikta të forta midis tyre. Megjithatë frymëzoheshin, themi, nga njëjta ideologji, kështu që duket u ndje nevoja për që, si thua, një faktor i jashtëm, po themi një faktor i jashtëm që ta njëjtës, për ta, po, që ti zhdukte këto. Ndoshta ka lidhje edhe me sulmin që u bë ndaj Bashkimit Sovjetik. Deri në atë kohë komunistët kishin qenë, le të themi, inert në... Jo, kanë qenë edhe në kohë zogut, kanë qenë dhe janë persekutuar, Kemal Stafa ju e dini që është, ka pas gjyqje e kështu, domethënë kishte filluar shqetësimi për këtë lëvizje të re, pastaj mos harrojmë që tek ne ka pasur disa rekorde, po themi, pozitive në historinë tonë lëvizja botërore komuniste. Po them më revolucioni i tetorit, sepse ishte Lenini ai që denoncoi traktatin e fshet Londrës dhe kjo është vlerësuar shumë lart nga patriotët shqiptarë, po them Jal Grameno, të tjerë. Dhe kur di që Lenini u kërkuan Parlamenti Shqiptar 5 minuta zi, në fakt u shoqërua edhe me Wilsonin, se vdiqën, po thuaj, njëkohësisht presidenti Wilson amerikan, u bashkëshoqëruan të dy këto raste dhe u mbajt zi, por janë këto fakte, janë dhe faktet e qëndrimit, për shembull, në 14, në krimet që janë bërë në Kosovë nga serbët, në 13-14 janë denoncuar me një forcë të jashtëzakonshme nga Trotski, që ishte udhëheqës i bolshevikëve sovjetikë. 7 anëtarët e bërës politikë. No, dhe artikujt e tij janë jashtëzakonisht të egër kundër pikërisht. Madje janë edhe bazë për denoncimin edhe sot të genocidit kundër. Kështu që ka pasur këto lidhje, e kupton, dhe vlerësime, vlerësoi Bajram Çuri, po themi që s'ishte se lidhte asgjë me komunizmin, Mjal Gramenoj se lidhte asgjë me komunizmin. Kështu që ka pasur një gjë të tillë, por problemi është që kur ka ardhur një përfaqësi e Partisë Komuniste Jugoslave, po e qarkorit të Kosovës, në atë kohë, me Fadil Hoxhën dhe Mugoshën, kanë ardhur për të marrë kontakte me grupet komuniste shqiptare, filluan me ata të Shkodrës, erdhën në Tiranë. Në Tiranë nuk i pritën, thot Fadil Hoxha, po e thot dhe Mugosha në kujtimet e tij që janë shkruar në vitet 70. Na kthyen sepse ne na kërkuan dokumenta, edhe dokumenta përfaqësimi dhe plotfuqishmërie, domethënë nga vinim në emër të kujt, ne nuk i kishin këto dhe u kthyen. Megjithatë, mbas një jave shkon Koçotashko, që ishte i grupit komunist të Korçës, po në Tiranë. Pra kishte një dëshirë të brendshme të komunistëve shqiptar për... Kishte një, dhe grupi Korçës që ishte natyrisht edhe më i madhi, edhe me, po themi, me një përbërje më proletare, them se kishte punëtore, kishte siç kërkojnë atë kohë. Ka qenë pikërisht sipas Mugoshës, ka qenë Koçotashko që kërkoi ndihmën e Partisë Komuniste Jugoslave për të çuar 2-3 njerëz në mënyrë që të ndihmonin për shkrirjen e kontradiktave dhe realizimin e bashkimit. Mugosha erdhi
nga Jugoslavia, në kohë që Miladin Popovici, që kishte një pozitë më të lartë se Mugosha, në qarkorin e Kosovës, ishte i arrestuar dhe i mbyllur në kampin e Peqinit. Dhe u organizua me atë rast edhe një aksion për lirimin e tij, u lirua dhe u vendose në Tiranë Popovici me gjithë Mugoshën dhe morën pjesë në këtë mbledhjen e shkrirjes grupeve komuniste në 8 nëntor të 41-shit dhe u realizua krijimi i Partisë Komuniste, e cila mori menjëherë në dorë, si të thuash, drejtimin e luftës. Sigur nuk u zgjodhi kryetar, ka ngarkuar për financat. Ai u caktua sekretar provizor i Partisë Komuniste, se u vendos një rregull për shkak të kontradiktave ndarjeve që kishin trashëguar grupet komuniste, u vendos që kryetarët e grupeve do përjashtoheshin nga në poste drejtuese. Madje nuk u bën as antar të, po themi, të komitetit qendror që ishin një 7 vetë, ishte Kemal Stafa, ishte Enver Hoxha, si thash, ishte Baca nga Kosova, ishte Nako Spiro, pra ishte një grup i vogël, i cili pasaj natyrisht në kalimin në mbledhjen që u bën në Elbasan pasaj, u zgjerua me antar të rinj. Po ky që kriteri, do të thënë që të rëndësishin drejtuesit e grupe komuniste mos merrin pjesë në këtë komitet provizor që u zgjodh. Natyrisht këtu fillon historia e Partisë Komuniste dhe të përfshirjes saj të drejt për drejt në organizimin e rezistencës antifashiste.